ishte edhe data 1 maj zyrtarisht në muajin e ri tashmë, të gëzuar ditën e punëtorëve. Po, ne jemi në punë. Po gjithsesi. Po pushim sot. Punëtorët e vërtet këtu tregojnë që dhe në ditën e tyre të jenë në krye të detyrës. Por i kishin futur pushim, kishin vënë transmetim puntatën e vitit të ri dhe ishin jo, po shiko. Ne ditën e punëtorëve marrim sigurisht pjesë feste për të festuar, po në fakt nuk është ashtu, kështu që protestojmë duke punuar. Për kushte më të mira për punëtorët, sepse në Shqipëri, nuk e di si funksionon jashtë, por në Shqipëri vetëm administratës i ndodh që ta marrë pushim në ditën e punëtorëve. Dhe ne si gjyqarë në punë. Të paktën për ne një gjë më e mirë se rrugët janë bosh edhe do lodhemi nga trafiku. Një pjesë e qytetarëve kanë ikur, janë larguar nga Tirana, duke qenë se nesër edhe pas nesër është po ashtu pushim, fundjavë, dhe do ta shfrytëzojmë patjetër, pse jo. Por që ne jemi të lumtur se është premte apo jo. Jemi të lumtur se është dita e fundit e javës për ne. Po, kjo java ka ikur shpejt në thënë drejtën, po gjithsesi jemi mirë. Jemi goxha mirë. Do thënë po vjen vera kaq shpejt, po ikën viti kaq shpejt. Po më duket sikur dje ishte dhjetor akoma. Dhjetor? E çore shumë brapa. Shumë brapa, më duk sikur dje ishte dhjetor, sot jemi në maj. Kanë kaluar kaq shpejt muaj. Aq shpejt u duk. Nuk e di. Se di, edhe mua më zhdukur sikur kaluan ditët shpejt, muajt shpejt, po jo nga dhjetori në maj direkt. Qa ke tiri? Po, asë që moj, qa kam? Po të shota a la 4, vetëm shef, shu se qa kam? Asë se mora dhe qa kam. Ti në gjëtë ishtë se dim ne? Ishtë si, grupi, emisioni dhe vazhdoj, është një sezon i Kjera gjatë, vazhdojnë, si do të jetë, është sezon i gjatë. Dhe ne do vazhdojmë edhe në ditën e punëtorëve. Po, do punojmë, me nderë. Njerë, që keni bërë? Tyre ka ka përvesoj për herë të parë të punoj në ditën e punëtorëve. Pse mos, si ka ndodhë në njerë që tjetë në dark në punë live të paktën? Pa si, jo, ma pa tjetër, po kur është live ne nuk e konsiderojmë si punë. Pra asë në emisionin se konsiderojmë si punë, ma burë të ashtë, shkëmua vetë. Jo, po, unë, po. Jo, të thë. Nejse, ka fjetë kë krisa se shonë shumë gjëndë. Kam fjetë mjaftu shumë, po. Ke fjetër edhe? 6 orë kam bërë. Ke qënë më mirë kur s'ke fjetër? Shumë mirë jam, Romina. Së më duke shore? Pse, qa shedi? Te unë. Nuk është pasqyra jo për balë. Qëfar shedi te unë që nuk të... Halakatje. Jo, më mirë është. është të pak shumë. Unë e zjova sot. Ma shpegot qëfar halakatje që te unë. Një duke parë që ditë shumë, shef andej, shef këtej. Po tani të shohë që ditë shumë halakatje. Keca pikpyetje kështu vërdalë në kokë. Ca ekuacione. Ta e kanë vazhdimisht unë, nuk është se kam vetëm sot. Ua, qa energjie pas ka sot. Nuk e ditë. Do zjoj. E për i le dhe pak ko. Njëse. I lëm pak ko se gërnojë trukës e i. Edhe shojma do zjota. Po su zjua, pastaj do përdori metodat të tjera. Po, fillon sheri pastaj. Nejse, qa keni bërë një gjëtë bukur djesë, të reguat fare? Qa po di me vërtet? Asë që... Ka shkuar dita me thënë të drejtën... Po, u morëm pak me kolaudimin e makinës, dje zyrtarisht përfunduam gjo letër, gjo procedur të makinës. Po, shyshyra mino zot, ikën me prilli. Dhe mos harxoj me lek, faleminderit. Pastaj gjithë ditën në shtëpi, kam parë në seriale, kisha nevojë ditër janë në shtëpi. Kom dalë fare. Shumë mirë. Po, para se të mbyllja komplet gjithë ciklin jashtë, për atë të punëve, piva dhe një kafe me mamin, puam në shtëpi dhe s'dolja më. Lezet. Më ka zënë gjumë i herët dje në fakt, ora para pa shkuar ora 10 fiks. A e quan herët? Jo, përgjithsisht, mua në 10:30 do më zëri, në mos më herët 10:30 është e sigurt. Po dje më kështë zënë fakt që në 9 pak në divan, më zjon mami, shkoshtriu të krevati, edhe vuar që ora që 1:10, që që. Akoma dhe më herët më ka zënë. Po, është më mirë, duke parë filma faktikisht. Tani që është seriali në orën 8, është sigur që në orën 9 pak jenë gjumë. Jo, nuk është vetëm ajo, unë kam këtë, unë po të shtrije, nëse mua në ato orar, për shumë në orën, edhe 8:30 tjetë, po të më kapi në shtëpi dhe t'jem në krevat, më zë, kupton? Po t'jem jashtë, detyroj veten t'i mbaj sytë si poç. Jemi për shtatër, okej, mirë. Po për ty, Romina? Romina dhe është knaq. Po, kam bërë ca make-up profesionale, kështu. Po më verbojnë sytë edhe sot, por... Po pëse kështë dalë shumë e fotoparë? Pëse kështë dalë shumë? Po si kështë dalë, Morës? Kështë dalë shumë si? Si kështë dalë? Ka qenë shëndrimi basë. Ka qenë këndi i foto, thore.
Ishte... E kanë një foto. Foto tjera ishin nice, foto parë ishte kështu si AI. Qëndrimi, në base Duke sigur që bërë dikush tjetër me AI, Rominën. Duhe hedhur, sepse ishte make-up i ballor dhe aty duke, ishte vetëm ja foto drejt, se unë nuk di të dalë foto drejt, unë jam gjithmonë drejt, s'ka shans. Okej, mirë, vazhdojmë të ftuarit, dhe para që do të jetë për sot, do të jetë në Skype, Afrodita Zdaja, astrologja jon. Dhe Afrodita na ka mbetur parë në studio tani. Po, Afrodita vjen shumë shpesh në Tiranë, po vjen gjithmonë për angazhimet e saj, për punë dhe e ka të pamundur që të zërë mëngjesin me angazhimet të tjera, por për me Skype-it ne kemi gjithmonë. Dhe sot duke qenë se është data 1, do të kemi një parashkim të përgjithshëm të horoskopit për muajin maj nga Afrodita. Po, zona thot. Po, të shohim, do kemi fatas, do kemi fat, si do të ndikoj kjo hëna e re, se s'po lexoj që një lloj hëna e re. Do kemi lek apo jo? Kjo na intereson. Kjo i ka interesuar gjithë jetën, por... Tani... Prit e shif. Ju në rrasë të zgjidhni, pra në rrasë të kishtë vetëm një mundësi. Lek. Okej. Pa tjetër. Nëna, përgjigja definitive, banë më të kujtë. Nëna, po. Nëna. Vetëm lek. Okej, po, në pjesën e dytë. Mirë, në pjesën e dytë do t'jetë Erion Maksuti, i cili është organizator i Tirana Throwdown, që më saktë është një event gjigant i crossfitit në Tiranë. Shumë njerëz në fakt tani kanë marrë më shumë informacione rreth crossfitit dhe kanë filluar ta preferojnë shumë. Dhe po bëhen edhe gara të tilla, njerëz që angazhohen, dhe pse jo mirë mbajnë veten, sepse është një disiplinë që do goxha regjim të mirë dhe është i vështirë, nuk është i lehtë. Ndryshe nga që nuk është i lehtë. Unë vitin e kaluar intensiv. Me sa mbaj mend kam qenë prezent, jo si konkurrent, po për të parë. Sigurisht kisha një mik aty që merrte pjesë dhe është shumë intensive, domethënë. Shumë e vështirë, por është shumë e bukur, crossfiti më pëlqen. Është shumë e bukur dhe është gati në edicionin e 3 që ndodh në Tiranë, edhe numri pjesëmarrësve që ka ardhur dhe është rritur. Po, nga 100 që ka qenë fillim, ka shkuar 500 tani. Duket se marrin pjesë edhe nga gjithë bota. Po, vinë nga gjithë bota. Që testohen gjithashtu, sepse dhe shumë garues testohen nëse janë në gjendje të vazhdojnë garën apo jo. Pjesën e tretë, pastaj do të kemi një super këngëtare, si Rigersa Loka, ajo është fituese e X Factory. Si që jam unë i The Voice, ta është X Factory. Ashtu. Një super këngëtare e talentuar faktikisht, sigurisht nuk ishte si të ndotë ndryshe, është nga Shkodra. Nuk e di që kanë këto Shkodranë. Sa gjëra kuptohen, po. Ka nisur muzikën me kontaktet e parë muzikën e pas që në moshën 6 vjeçare, ajo vazhdon në merret me aktivitet live. Unë ndjek në rrjetet sociale dhe është vokal shumë, domethënë po ta shoh si imazh duket shumë ngjyllore. Por ka potencial të madh. Po në zë ka një potencial të frikshëm. Çfarë ka fituar? Të fundit. Më duket jo të fundit, para fundit. Jo, më të fundit. Fundit ka Jo, fituar. para fundit, kjo që ishte tani që përfundoi tani është X Factor Kids. Jo, pra jo. Jo, e fundit është, unë e di që është e fundit. Sepse një vit para ka qenë në Alice, apo jo? Po, pra. Okej, nuk e dija ishe Alice para apo kjo. Jo, ka shumë më para Alice. Rigersa ka fituar për e të fundit, okej. Po. Ka marrë pjesë në festivalin ku isha edhe unë konkurent. Po, ishte debutimi në festival, apo jo? Ishte debutim dhe ka bërë një debutim gjatë mirë. Fantastike. Edhe do këndojmë këtu në studio. Shpresojmë shumë që mos na thot jam keq me zërin në mëngjes. Se këta shkodranët qatë shtojnë në këndije mirë me zërin në mëngjes. Jo të gjithë. Ata që thonë po, bëjnë për jashti. Po. Okej, mirë në fund, receta lirës. Për zollviç me patate të marinuar dhe sallatë. Ua, një drek fiks. Rukola, wow. Do thënë drek tipike. Jo, kjo Me është... mish, sallat, Kjo është një drek patate. karnivor, janë ato. e jashtëzakonshme, domethënë me proteina, me karbohidrate, me yndyrna sa duhet. O zoti i madh. T'ishte për mua, që ta dini vajza, t'ishte për mua. Haje gjithë ditën. Unë këtë da aja mëngjes drektar. Besojnë e për. Ti e thua gjithmonë këtë gjë dhe ne të besojmë. Po, është... Mos e besojmë i po deshe. Po pse nuk e ha ti mëngjes drektar? Po se e para punës duhet ndjek edhe një regjim... Po lejta që pse ha byreqe e sanduiqa në mëngjes, pse? Po se dhe ato më shijojnë me thënë drejtë. Shijojnë. Më shijojnë dhe ato, pas e ta shëkre tjetërën. Duhet ndjek edhe regjimin e palesër, duhet bëhet palesër krasë kësaj djete. Si që Rëfeu djetë, tha nisa djetën, tha, isha shumë i vendosur, derisa kalova te marketi i lagjes, dhe këshin sjellë një akullore shumë fantastike, tha. Selia do të paprovuar, e mora, tha.
Normale, edhe pas të janë kohët. Se dita ka treguar ty apo jo Krista këtë histori se... Po ata kanë frigorifere sa futesh mi moda, sa futesh që kanë aty afër. Qa ti bëjnë atyre? Të këshin shumë janë ata që i vendosin akulloret aty të shojnë gjithë. Fati imi i keq, që të njëjtën akullore kisha parë në reklam të Italia Uno. Shkuj edhe kjo në Shqipëri, du të provoj. Ua, na bërë kurios dhe ne Du të provoj pa tjetër. Du vazhdoj të që në këta emision njoh një tjetër tjeri. Faleminderit. Se? Mbaj bët në fillim fare ku jemi njohur, nuk ka qenë kështu. Në që kuptim. Po që thesh kreti, bundonte. Jo, ka qenë ai që mua më të gjithmonë, jo, mos e bëj, mos e ha, ka shëqerë. Unë vazhdoj të më shumë. Më thënë, se këto që thot tjeri, sot i thoja unë. Ja, një sekund. Se mirë shikë, shumë e kam parë aty, dua ta provoj, ta testoj, ta një del tjeri. Unë kam një shpreje që më shoqëron gjithë jetën dhe gjitha që rrinë me u du ta din. Shpreja është kjo. Bëj si të them unë, mas bëj si bëj unë. Kupton? Është tipike shqiptare që kjo, në fakt. Ka nga ta që nga ta rojnë, bëj si bëj unë, mos bëj si të them unë. Edhe rrinë. Je shumë i qartë. Okej, mirë. Ikim dhe videot virale. Shumë abeti, po. Ikim se... Nda ka ndodhur gjithë. Unë mendoja, unë nuk e dija që bënin edhe të shunat të. Mendoja se kjo ndodhë të më shumë të gocat. Po si, të shunat më shumë. Se ne nuk se ka për flokësh, po? Ne ndoshta, ne bëjmë gjëra skematike. Thule mu para se më zë makina. Gjëra të jemi në kështu, jemi mendje. Kotë, se si para se mbrava një soj është, do më thënë... Jo, unë e kam me vërtet që më mbrava më zë makina. Bravo, ma di, jemë rehat, se mund të shtrijesh. Po nuk është skematike, më realisë më zë makina. Po jo, shpeshere përdorin dhe si skem që t'ulen vetë para. Nuk e di kur shefi, po... Nëse s'do më zinte makina, mua do më pëlqente shumë të rria pas, se i furit shtrime aty, rehat. Kurse mua më zë makina, gjithmonë ka së që i vogël. Qa të bëj, gjithmonë mami, kur u thoja me autobus herët, me jep të një kështu një tip që ka qenë një gjethë e mente, nuk e di që ka qenë. Mere një loj kokre në farmaci, ose kokre farmaci, ose... Klasë 99 në t'i goca, vatë që i mere një kokre farmaci. Atere maksimumi armë gjë e rrugë. Në gjik, në një gjë kështu. Një loj mente, nuk e di qa loj bime ishe dhe e mbaj ka hundë dhe ajo ishte dorme. Vërtet? Po ta dim, ta marim dhe sot, funksionoj. Po, funksionoj. Pse nuk në zëmë makina kur jemi t'ima? Së që në basë nga që jemi vetë lëvizje dhe ne kemi që qikos mëndjen të rruga kërës kur je, pasaj gjerri në telefon dhe këthesh dhe bëj lëvizje. Ka të bëj me, dhe më thënë, me ajsa di unë, ka të truri merë impulsin që ti ke ndaluar, se ti kur je brenda makinës, ti nuk shiko rrugën, si që shikon një shofer. Po ti shiko telefonin, shiko brenda makinës, se truri merë impulsin që ti e ndaluar, kupton? Ndërkohë që ti e duke ecur bashkë me makinën, kupton? Edhe organet e tjera, organizmi merë komandën që jo, ti e duke lëvizur, dhe ka një lloj kontrapunti midis asaj që shikon dhe asaj që ndjen. Bë një lloj kresh. Po, kur jenë timon, kjo nuk ndodhë, se ti e she rrugën për pare, she që je duke ecur, dhe truri merë impulsin që ti e duke ecur. Je ti që po drejton. Sa bukur e shpjegova. Paska, për ta shpjegoj si pas shkencës, se u bëra kurioze. Pse të zë makina, trupi ju të merë sinjalet të ndryshme, sytë shoj në rrugën, veshi brëndshëm t'jen lëvizjen, kur këto nuk përputhen mirë, truri ngatërohet dhe jep njësi maramëndje. Pse nuk na zë? Jo, pritë që kam më poshtë. Po kjo thot të zë edhe kur jenë timon. Po nuk ta bëra kështu. Ka nga dhe që i zë. Ka njerës që i zë. Vërtet edhe kur jenë timon? Po. Po. Ka plot. Më thënë, pas taj varit. Si funksionon, mua personalisht rrallë më ka pas zë makina dhe vogël. Dhe kur i jap vetë makinës jam shumë okej, po që pas jam bërë shofere, të qenurit pasagjere është bërë shumë e vështirë për mua. Se më zë shumë letë. Nuk e kam pas të problemit ripara të rimbrapa, por tani më duhet me do mos doshme, më thënë të duhet pa tjetër të ripara se më zë. Dhe nëse jam shofere. Kur je në timon, truri e parashikon lëvizjen, pra ti përpara di ku është kthesa, frenimi, përshpejtimi dhe truri nuk befasohet, prandaj nuk sjell të përzierë. Pikos. Është një gjë kur rri telefon të zë akoma dhe më shumë.
Se truri merr impulsin sikur ti je ndaluar. Shëndrimi kam përshtypjen. Truri merr impulsin sikur ti je i ndaluar, se po sheh ekranin që nuk lëviz, kupton? Ndaj edhe kanë nxjerr opsionin në telefon që kanë ca topa që lëvizin. Opsioni është shumë i mirë, është një opsion që ka një lloj. Topat lëvizin në të njëjtën mënyrë që lëviz makina. Dhe truri merr impulsin që po lëviz. Okej. Po, për shembull kur merr një kthes, ekrani mbushet me ato topat. Okej, mirë, i dham informacione dhe kuriozitetet nga bota rreth e qark globi, sa një ikim tek horoskopi venditor. Shojmë çka në horoskopit sot për ne. Ose çka gjetur tiri sot për ne. S'po më vinte. Dashi, do jeni të vendosur të joshni partnerin sikur më parë dhe do ja arrini qëllimit. Ai do ndihet mirë dhe do plotësojë disa dëshira të hershme. Beqaret mund të përjetojnë dashurinë me shikim të parë në momentin që e presin me pak. Në planin financiar, dielli do jetë në favorin tuaj, edhe pse do kryeni disa shpenzime të rëndësishme, do tregoni të matur. Pra në financat do të jenë mirë relativisht, pra do të tregohen të matur edhe pse do bëjnë disa shpenzime të vogla. Do kenë lek gjithsesi. Në planin pra në çift do të jenë në mirë pasi ajo do vendos të josh partnerin. Ose ai. Ai thot aty. Ajo thot aty, domethënë. Ai do ndihet mirë. Ai do ndihet mirë sepse do jenë vendosur ta joshni partnerin. Dhe ai do ndihet mirë për çdo dëshirë. Beqarët do përjetojnë dashuri me shikim të parë. Kështu që mirë, Dashi vazhdon ende të jetë në top form. Bravo Dashi, bravo i qoftë. Ecim Demi. Mirë. Demi. Hajde Demër. Pas ka që nga i gjatë horoskopi sot. Po. Konfigurimi i yjeve do jetë pozitiv për jetën sentimentale të demave. Do tregoni më të kujdesur dhe do i shprehni hapur ndjenjat. Beqarët do pëlqejnë shumë një person, por do kenë vështirësi për ta bërë për vete, ndaj mos u torzoni. Financat do mbeten të qëndrueshme nëse tregojeni të arsyeshëm. Tani, jeta sentimentale, paktën me yjet do jetë shumë pozitive për çiftet, do tregohen goxha të kujdesshëm, do shprehin hapur ndjenjat. Ndërsa beqarët, nuk e pse kanë filluar të beqarët kenë vështirësi në të shprehurit ndjenja ndaj një personi. Kanë frikë nga gjykimi tjetrit. Po gjithsesi horoskopi u thot mos u dorëzoni. Ka edhe shpresë. Përsa financat pastaj mirë qëndrueshme, të arsyeshme. E po mirë, bere qarë Demi, shumë mirë. Dhe premte si fillim muaj, e po mirë. Jemi mirë. Bravo i qoftë. Binjakët. Nëse doni që lidhjat e ecë mirë, duhet të komunikoni më shumë dhe të shmangni heshtjen. Për ndryshe, probleme do të grumbullohen. Beqarët më në fund mund të ndryshojnë statusin. Financa do të përmirësohen pas një periudhe të vështirë. Okej, komunikimi në çift është shumë i rëndësishëm për ju binjak. Për të zgjidhur gjitha problemet, se ndryshe, duke u grumbulluar, thjesht përkeqësoni situatën dhe nuk zgjidhni dot asgjë. Beqarët pas kanë shpresa për të ndryshuar statusin, pra do të thotë që kanë një njohje, një lidhje interesante në vijim, dhe financat drejt përmirësimit, keni hequr boll, por më në fund doli dielli edhe për ju. Bravo binjakët. Ecim Gafurja. Ecim. Do të keni keq kuptime me partnerin ose partneren dhe zgjidhja do vi me një herë. Merë një kohë në dur dhe tregoni tolerant. Beqarët nga ana tjetër duhet të bëjnë edhe pak durim. Nuk është koha e beqarëve, nuk është momenti i tyre. Financat do jenë të qëndrueshme dhe nuk do keni probleme me shpenzimet bazë. Një rritje në aspektin financiar për sa i përket gafurreve. Më në fund ngrenë kokën gafurreve në aspektin financiar. Diçka do thotë kjo Krisa. Inshallah na reflektohet. Kafet i kam mund. Kjo do thotë që Romina ka kafet sot. Kafet sot. Më pëlqeu nga tresa që bëre që the Krisa. Që interesante, mund ta diskutojmë. Po. Ja të shohim si del Krisës. Okej, mirë, Gafurja. Zgjidhje pas ka në gjitha anët. Okej, ecim. Luani. Hajde luenërit. Do jeni nervoz gjatë ditës dhe mund të lindi mosmarrëveshje në çift. Beqarët nuk dëgjojnë personin e duhur dhe mund të ndihen të vetmuar.
Por Plutoni mund t'ju nxisë të shpenzoni pa menduar sa i përket financave, kështu që kujdes sepse mund të tronditen. Do me thëmë, Luanët pas ka një planet, pra Plutonin, që mund t'i nxisë të shpenzojnë kështu, t'i hipnotizojnë, të bëjnë shpenzime pa menduar. është heq që në 2006 Plutoni. Mirë më, tash ne flasim për planetet. Mirë, okej, një si i tillë, por që nuk është më si pas shpenza. Më thënë, kuptotit, imagjino, bën shpenzimet dhe të thonë familjarë, po çfarë bën të garxuar shumë? Plutoni për zotin. Plutoni si ai djalli. Plutoni ma bëri. Si ai djalli që del nga ana, kur ka mënë majt tu ana majt që del tu nga mbrapa e thot, shpenzo more se një jetë ke. Një jetë ke mor. Më pëlqen ai djalli. Më pëlqen ai djalli që të del. Po. Muaj më thot ha kullore, more, ha. Po shumë mirë o tjerë, një jetë ke. Ja djalli tjetër. Po, që ka ditë shumë e mirë. Se në marrëdhënie sentimentale do kenë pak diskutimet vogla, plus beqarët nuk do kenë njohje të reja. Financat çka? Çka? E aty. Hajde, Virgo. Jeta në çift nuk do t'jetë shumë e qetë. Mund të debatoni për çështje të vogla dhe askush nuk do të bëj hapa pas. Beqarët do t'jenë të paqëndrueshëm dhe jo gati për lidhje. Në planin financiar është momenti i dur për investime të menduara mirë, shqyr, më në fund një shenjë që mund të bëj investime të paktën për sot. Qa keni ndërmend që keni pas ndërmend ta blini, gjëra për shtëpinë ose investime për veten tuaj, sot është momenti që ja lejon edhe horoskopi dhe nuk do të zini keq pastaj. 7 ore, shumica mund ta kenë edhe ditë page sot. Po pra. Pastaj po i del. Nuk flet kot horoskopi. Patjetër se i ka të menduar horoskopi gjitha këto. Patjetër. Çfarë thua ti? Në të çift që janë shumë mirë. Që janë të dy kokë fort, edhe pas kanë tension dhe përplasje. Askush nuk tërhiqet, por që një çift të funksionojë, dikush duhet jetë më tolerant. Po, që merrni si një këshill. Bëheni ju hapin pas. Po. Virgjëreshër, ngecjani partnerit. Eci. Të bëni a pas, ka thot në Këshim nga Romina. Peshorja, Kandari, ditë harmonike për çiftet, do shijoni dashurinë pa menduar për të nesërmen, ndërsa beqarët do arrin të krijojnë një lidhje të qëndrueshme. Beqarët nuk do arrin të krijojnë një lidhje të qëndrueshme. Financat mund të dalin jashtë kontrollit për shkak të shpenzimeve të tepërta. Pra, në çift janë mirë, financat mund t'i dalin jashtë kontrollit, kështu që bëni kujdes në financat, mos harxhoni sot, me sa duket ju peshore se keni marrë rrogën akoma, bëni kujdes, beqarët do kenë lidhje, po nuk do jenë të qëndrueshme. Po mirë. Ecim. Eksperienca kanë, ecim. Pas peshore sa krepi? Ditë vendimtare për të dashuruarit, pas shumë diskutimesh do merrni vendime të rëndësishme. Beqarët do jenë në kërkim të dashurisë, por jo të gjithë do kenë fat. Financa kërkojnë kujdes, mos shpenzoni pa menduar. Faleminderit, vazhdojnë që ndrojnë kafe të Rominës. Dgjoj, kërkojnë kujdes, po kjo nuk thosë se nuk keni, thjesht mos shpenzoni pra pa menduar, pra mos i paguat i kafe. Dgjoj, asnjë ditë nuk thot horoskopi që je super mirë me lekët, shpenzo, lujfen. Nuk e thot kur. Atëri, po ti mendoje që të paguash kafe dhe është një shpenzim i mirë menduar. Jo. Gjithsesi, ditë vendimtare për të dashuruarit. Do merrni vendime të rëndësishme. Beqarët do jenë kërkim dashurisë, por jo të gjitha krepat e pas kanë këtë fat. Kështu që ndryshon kanë pak. Jo të gjithë mund të gjejnë ose mund të janë kërkim. Kështu që KCK. Ikim tek shigjetari. Shigjetari, do të nisni projekte të përbashkëta me partneri dhe kjo do t'ju afrojë më shumë. Po pse ma ndroni mërë njerëz? Ishte po shigjetari me t'njërin tekst. Nuk e di pse. Çfarë ndodh origji që i ndodh? Mund të ketë tension dhe ofendime në çift. Beqarët do të kenë takime interesante që mund t'u ndryshojnë ditën. Financat do t'jenë të vështira për të menaxhuar, por mendimet e të afërme do të stabilizohen. Fillim muaj për shigjetarin e nisin me borxhe. Imagjino se si do ju shkoj fundi i muajit. Dgjoj, mund të jetë, mund të kenë ngel që nga prilli. Mund të jenë thjesht ato borxhet e prillit që duhen larë në maj. Ashtu shkon pastaj zinxhir, la një, shtoj një, la një, shtoj një. Po nejse, kjo është jeta njerëz.
Okej, në qift Me borgje dhe me ndihmë familjare. pak më të shetë edhe në Brit qapi. Eci. Ha, tiri. Në lexoj një herë që do na thotë si na Shohim pret ku ky do muaj. shkojmë Pa çka se kafe. unë do presa për ditën pastaj po. Duket të hëngër kafe të Kristofë. Është momenti për të zgjidhur problemet e së kaluarës në qift. Nëse i lini pas dorës, situata mund të prekeqësohet. Beqarit mund të gjejnë më në fund personin e duhur, ndërsa financat do përmirësohen gradualisht. Po unë e di që Jo, një sekond. Unë e di që do përmirësohen, Po, se është muaj i ri dhe janë Do Po, përmirësohen, po aktualisht s'kan. nga janë nesër studime të reja, më po vonë, jo sot. Tu që kafet Kafet. do mirë. Okej. rëndësi ka që do përmirësohemi gradualisht dhe pas ka nisë mirë muaj. Okej. Okej. Ikim tek ujori. Ikim. Ikim. Ikim të ujorë, për ujorë të ikim se në shtëpi se Okej, ikim do bëni deklarata të forta dashurie dhe do ndjeni shumë mirë në qift. Partneri do ju përkushtohet maksimalisht. Beqarët mund të lodhen pak, por në fund të ditës do gjejnë dikë të veçantë. Ndërsa financat do jenë të qëndrueshme fal kujdesit tuaj. Mirë. Deklarata Ujori ka forta koshërin dashurie. Ujori. Po, beqarët do ta gjejnë personin që duan, financat janë të qëndrueshme. Ujori ka gjithë prillin që është mirë, edhe maj si duket po ecën atë njëjtin ritëm, të paktën kështu nis. Qa mund t'ishte një deklaratë e fortë dashurie për ujorin? Martohen? Në një propozim, në një gjë të tillë. Po, sepse pretendojnë që janë qift, deklaratë e fortë dashurie, Po, që ndjen shumë mirë. ja po, pjetën më për thonë ty po. zemër. Ma do martohesh me mua, do një deklaratë e fortë. Thonjë za, për shembull mund të jetë një lajm i fortë, lajm i bukur, mund të jetë në pritje të ëmbël. Po, Interesante. si mund të lidhet, që të dy bëjnë të ndjen mirë, se këtu është e gjitha. Kini vëmendje sot ujori, se pas ka surprizat bukura për ju. Okej, ikim tek e fundit. Ajde peshër. Do të merreni me çështje familjare dhe mund të lini pas dore partnerin. Është e rëndësishme të komunikoni për të shmangur keqkuptimet. Beqarët do të mbeten në të njëjtin status. Financat do të jenë të mira, por kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Këshilla e përhershme, menaxhojnë mirë. Peshit me sa duket pas një periudhe shumë të mirë në qift kanë filluar prapë këto problemet sepse pas kanë dhe halle familjare dhe duhet ta shpërqendrojnë çik vëmendjen e plot nga partneri, gjë që mund t'ju sjell probleme, por e rëndësishme është të flisni dhe të zgjidhni. Komunikimi është çelësi. Komunikimi është çelësi Komunikimi gjithmonë. është, po, key, thot për anglisht. Edhe ne komunikimin e kemi shumë të mirë si njerëz. Ne kush? Ne, për shembull, Ne këtu, për shembull them do të komunikoj unë ty Tiri, do japësh reklama tani për shembull Tiri. Po të komunikoj me ty unë. Komunikoj edhe, Ja, komunikoj se ja, shumë. unë direkt. Komunikimi dy fisht ky. Po. reklama, faleminderit. Pashim, natën e mirë. Natën e mirë. Okej, Erdhëm, u kthyem. Dhe tani është momenti i... i këngës më duket. Jo. Jo. Kam Armina Çabon, kështu ka bime është tani. Fakti i ditës. Iki. Okej, shohim çfarë ka zgjedhur djali për sot. Djali... Shumë marrëdhënie mban gjallë nga kujtimet. Shumë marrëdhënie mban gjallë nga kujtimet, jo nga realiteti aktual. E kaluara romantizohet, e tashmja tolerohet. Apo duam, ç'a thot? Duam atë që ishte apo atë që është? E pra, duam atë që ishte apo atë që është. Është shkruar gabim aty. Kjo është shumë e vërtetë si shprehje. E ke parasysh kur thonë që Pa pse ndodh kështu? po sepse ti e quan që kohë e dashnisë. Për në atë dallimin tim me Po, fillimin e periudha e marrëdhënies, dashnisë, po. periudha e dashnisë. Dhe në periudhën e dashnisë, ku secili përpiqet të impresionojë tjetrin, partneren, japi versionin e tyre më të mirë. Po normal, më të kujdesshëm, interesi vetë është më i lartë, sepse ti do që ta bësh për vete, do ta impresionosh personin fjalë dhe kur marrëdhënia pastaj themi lulëzon, konsolidohet, pra ti e di që je me partnerin, çdo gjë, më thënë, ai procesi i parë ka marrë fund, sepse është kryer si cikël, automatikisht ti je me çlirët, me qetë, edhe nëse si shkruan për një 2 orë, nuk e servet mendjen, as ti as ai. Futet pak në një monotonie.
për disa mund të jetë e shëndetshme deri në farë pike, për disa të tjerë mund të kthehet në një problem, gjë që i bën atyre mos ta duan marrëdhënien siç e kanë aktualisht, po të jetojnë me kujtimet e së shkuarës. Jo, për mua është pa problem që të kesh pritshmëri të njëjta siç kishe në javët e para kur e ke takuar. Jo, për mua s'është fare problem. Domethënë, sepse normalisht të merr rutinë, e kupton, dhe ti je me atë person. Edhe nëse ai person ty nuk të shkruan për 1 orë, 2 orë, pakën ti e di se kur e di ku është. Jo, se pranoj fare. Mua nuk më bezdis, domethënë, nëse më përpara po, unë deri diku e doja shpejt atë mesazhin. Si se pranon mi? E doja shpejt atë. Si jeni ju tani, siç keni qenë vitën e parë? Edhe më mirë. A më leri këto tani? Po të betohem që gjërat vinë edhe përmirësohen. Po gjërat mund vinë përmirësohen në aspekte tjera, jo se flisni siç keni pas Kam përshtypjen që sa vjen edhe, domethënë, marrëdhëniet janë të ndryshme. Nëse nis me një bum të madh dashurie, një pëlqim të menjëhershëm, e zavrohet ajo periudha e romanticitetit që në fillim dhe pastaj kalon në një fazë më të ulët. Nëse nis me një pëlqim, jo shumë pëlqim, po vazhdon dal ngadalë dhe ti fillon ta dashurosh rrugës, arrin kulminanca kur kalon vite me këtë person. Po, dakord. Kështu që varet nga rasti në rast. Po nuk do të thotë që jeni si në fillim, flasin energjia e fillimit nuk është, mund të jetë shumë mirë tani, shumë herë më mirë, po. Po pra po, mund të jetë shumë mirë tani, po nuk është se komunikoni siç keni komunikuar. Mora një moment sepse tani jo të gjithë janë njësoj si në ditën e parë, kupton? Mbase ato ngacmimet dhe provokimet mund të jenë një nivel pak më të ulët tani, normalisht, duke provokuar dhe në fillim për t'i parë tensionin, në thonjza, për të parë a ndjen dhe ai apo ajo të njëjtën gjë, për të parë interesin që ka. Tani ti e di interesin që keni ndaj njëri tjetrit, kështu që provokimet deri diku mund të jenë edhe në formë shakaje, për të mbajtur marrëdhënien gjallë, po sidoqoftë nuk është vetëm tek mesazhet tek gjërat, është tek sa kohë kalon dhe ti me partnerin tënd dhe koha që kaloni pastaj sa e shëndetshme është. Vëmendja që jep, gjërat që bën për ty, sa pranë të gjendet. Ka njerëz që konstatojnë që tani janë shumë më mirë se ç'kan qenë në fillim, patjetër, por në fund të ditës i mjafton thjesht qëndroj me partnerin, komunikojmë, të jetë prania ti aty, pra dhe janë dashuruar në një lloj mënyre që thjesht mjaftojnë gjërat të vogla. Shiko, është një fakti, sepse ka shumë raste dhe shumica e marrëdhënieve janë të tilla që njerëzit, sidomos çunat, ndryshojnë rrugës edhe nuk kanë më të njëjtin. Dëgjoj, jo është vërtet për shembull, si Kris. Çunat e kanë fajin. Sepse është kjo e kaluara romantizohet dhe tashmë tolerohet. Unë se Kris e di shumë që nëse ti do bën të diçka që mua s'do pëlqente që në fillim, unë që në fillim do e kisha vënë. Dhe e kisha mbyllë si situatë, domethënë si njohje, nëse do ishe bërë diçka. Nëse tiri një gjë e bën tani, unë sigurisht e toleroj për hir të dashurisë, të kohës, çdo gjë që unë kam kaluar që dhe kaloj me tirin. Domethënë, nuk ka lidhje vetëm te romantizimi apo edhe tek e tashmja. Është thjesht atë njeri tani ke kaluar një kohë të njeh në çdo gjë tënde dhe ti e njeh. Kështu që prandaj nuk pretendoj dhe nuk pres që tiri të jetë njësoj si në ditën e parë. Nëse është ndryshe nga personalja. Jemi mjaftueshëm tani për ta kuptuar karakterin e njëri tjetrit. Po gocat kryesisht dashurojnë atë versionin e bukur të fillimit të çunat dhe nuk e presin që ai të ndryshojë gjatë rrugës, dhe ndoshta vjen një pikë që ndoshta nuk e duan më personin. Po gocat ndryshojnë, se dhe gocat ndryshojnë. Romantizojnë atë që kanë njohur. Jo, po edhe gocat ndryshojnë. Tani edhe kjo gjëja vlen edhe për partnerin, se dhe vajza po është njohur në fillim, e ka mbajtur më shumë veten, është për mendimin tim është jo e drejtë i kanalizosh marrëdhënien. Pra ka kështu, ka edhe kështu. Ka pafundësisht mënyra të ndryshme, lloje të ndryshme marrëdhënie. Pafund. Kështu që thash, ka ato që dashurojnë partnerin ose partnerin në mënyrë të shumë më të madhe tani, pas disa vitesh, vetëm sepse dashurojnë të rinë, qëndrojnë me ato, pa bërë ndonjë përpjekje të madhe, pa bërë ndonjë gjë të madhe. Kupton? Janë ka jo monotonia, po ka monotonia e shëndetshme. Po varet ku është limiti. Po varet edhe çka kërkon, se njeriu do të pyesë edhe një herë veten, "Ore, dakord, po unë çfarë dua nga marrëdhënia?" Ka goca ose çuna që e kanë shumë, jo e kanë bezdi, po nuk e preferojnë që partneri të jetë gjithkohës i ngjitur. Po dakord. Të shkojë gjithkohës, ja vëmendje gjithkohës, nuk e duan. Ne flasim kur nuk janë të dy në të njëjtën mendje, se kur janë në të njëjtën mendje, atëherë janë gjërat shumë mirë dhe nuk kalojnë tek ky fakt. Sigurisht pra kur nuk janë në të njëjtën mendje, por unë mendoj që nuk ka mënyra të gabuara, gjithë secili ka mënyrën e vet, thjesht do të gjej personin e duhur për të. Po njeriu në radhë parë minimalisht duhet di se çfarë do nga një marrëdhënie. Po, se ka njerëz që s'e kuptojnë çfarë duan. Ose mendojnë se duan atë gjë, po do ti kur kalon koha pastaj kuptojnë që jo, s'pas ka qenë kjo gjëja që unë realisht do doja. Ndryshojnë pritshmëritë rrugës, edhe kërkesat, edhe ato gjërat që presin.
Okej, mirë, e mbyllim me faktin. Fakt Ikim interesant. tek scrolling, shohim që është bërë vërdall dhe për sot. Okej, nisim Vjejmë të parën, po? Të parën. Me një video që me një qenë që e dërguan të veterineri se menduan si ishte i verbër, por thesh doli që njëron të njerëzit. Njëuni me princeshën Pepperoni, një qenë i racës dashund e shpëtuar, pra është le të themi e adoptuar nga një familje, por që mund të aktroj më mirë se njerëzit. Për muaj të tërë kujdestarët e saj ishin të bindur se ky qenë ishte i verbër, sepse nuk reagonte ndaj asgjëje, as thirrjet, as lodrat, madje as proshuta nuk e bënin që të kthente kokën. Të shqetësuar, ata e dërguan te veterineri për kontrollet e specializuara, por rezultati doli befasues. Pepperoni nuk ka asnjë problem me shikimin, ajo thjesht ka zgjedhur të injorojë njerëzit, duke e kthyer në mospërfillje në një art të vërtet. Shumë interesante që injoron njerëzit, pse injoron ushqimin. Se s'kthej ka kokën as për prosciutën. Kam përshtypjen që kur më shumë i thuaj që na hajde haje prosciutën. Nuk të vjen. Nuk e shef fare se vetëm faktikisht ti po ja thu. Sa interesant. Po, qeni injoroj. Kanë ca shikime këta qenushat. Ke plot qenë për shembull. Qeni im nuk është, unë doja shumë të ishte. Si Robi. Qeni im dal me të edhe palitar. Edhe në momentin e parë që i kthehet diku që thotë hajde të zemë vogël, ai shkon sigur e njeh që nga dita parë. Ndërkohë që ka disa qenë tjerë që i gjemojnë, shkojnë pra me persona që i kanë, rrin krah tyre dhe unë i shkreti që i flas. O zemra vogël. Nuk ka shans të vjen. Fare, zero, se me kthy kokën, se me pa i bisyri për shembull kush ky. Fare më, vazhdon rrugën drejt. Ka lezet. Jo, është lloj qeni. Qeni që ke ti tiri është shumë friendly dhe është qenë social, është qenë që mos me fëmijët të rri shumë. Që mendoj që ka të bëjt shumë karakteri, dhe rata okej, po. Ke plot goldena që nuk ta varë. Që çuditshme fakt, sepse ti, domethënë, prej kohës tashmë ke qëndruar vetëm në shtëpi me Nionin, domethënë jeni vetëm ju të dy, nuk është se ka qenë një familje të madhe, dhe mbas s'u isha social mendoj unë. Po di, jo. Ti dihet, po Po nëse nga që e janë ke interesant. mësuar të takojnë shoqërinë tënde, sepse konkretisht tek këta njerëz që nuk le të themi nuk ta varin fare dhe qenë të tyre, është sepse ata janë mësuar vetëm familjarë, dhe nuk janë mësuar me asnjë person tjetër. Po di. Po qarkullon një meme tani me një qenush që është shumë i gjashëm si ky, që thjesht shef një person që duke ikur kështu, po kanë ca mimika. Kanë ca syra kështu që ikin e shohin Dhe vërdall. kthehen meme në rrjet kudo. Interesante. Okej, mirë. Do të injoroj dhe qeni, imagjino pastaj. Lere, Ecim. ecim. Tekst tjetra, regjia. Tek kufjet me kablo që rriten për herë të parë pas 7 vitesh, më saktë shitjet e tyre. Nëse ne i dim, prej kohësh tashmë kemi përdorur kufjet AirPods-a, që janë ato kufjet pa kablon. Tani janë rikthyer sërish në modë, në trend, kam parë të shumë vajza në fakt që i përdorin konkretisht personazhet, është e çuditshme, që është Bela apo edhe shumë të tjerë, i përdorin këto kufje. Ndryshe nga ato që janë shfaqur tani. Mua ato AirPods-at më janë dukur gjithmonë shumë jo komode, para humbin, bien, duan karikim dhe duhet të kesh ato që janë pa kablo. Pa kablo, po. Po. Ndërsa këto ka lezet. Po, dhe kjo është arsyeja pse janë rritur edhe shitjet, sepse kanë më pak probleme me lidhjen, kanë ndikim nga nostalgjia viteve 2000 dhe besimi se kablot janë më të vështira për t'u hakuar. Dhe thuhet po se njerëzit përkuptojnë se çfarë kanë humbur, sepse kufjet me kablo ofrojnë edhe cilësi më të mirë audio, pa vonesa, pa nevojë për karikim dhe pa probleme të lidhjes. Thjesht i lidh dhe funksionojnë. Në fakt është e vërtetë, unë ka raste që nuk më lidhen AirPods-at, më lodhin kokën. Këse humbën S'kam bërë vetë. kurrë AirPods-a një. Pjesë Samsungu dhe iPhone-i vendosin një moment të bukur, mos kishin më atë jackun. Fishën ku futen këto kufjet, pra jack 3.5 mm. E se unë prej kohësh nuk kam më kufje, të asnjë lloj. Po, unë nuk rritu pa kufje. Po se unë nuk eci në këmbë, edhe nuk e ndihet nevojshme të kem kufje. Wow. Unë ja adhuroj kufjet. Ja adhuroj. Nuk më ndodh që Nëse eci, tua patjetër kufje vetëm për faktin se më relakson po shumë. nuk eci dhe i lidh muzikën me makinën dhe është e zgjidhur. Po i shoh që i përdorin shumë edhe në Tiranë, edhe i ketë gjithë të rinj që ecin me kufje, madje janë dhe ato që janë të bukura, kështu të mëdha, që janë pak Ato të mëdha po, dhe ato të mira janë. Janë të lezetshme, janë trend, janë kthyer në modë. Okej, Ecim. ikim te tjetra.
në Francë ku mund të martohesh ligjërisht me një person të vdekur nëse mund të provosh se dhe ai ajo e donte këtë martesë. Seriozisht? Po, në fillim kur e lexova u shokova, thash si mund të martohesh me një person të vdekur dhe vërtetojmë që ai ka dashur, por lidhet më saktë me personin që ti e njeh ose e ke pasur partner. Më thënë, është teknikisht e vërtet që mund të martohesh me një person të ndjerë në Francë. Kjo është një procedurë ligjore shumë e kufizuar dhe e njohur si martesa pas vdekjes dhe jo një e drejtë e përgjithshme. Pra, sipas nenit 171 të Kodit Civil francez, një martesë e tillë mund të autorizohet vetëm nga presidenti i Republikës për arsye të rënda dhe kufizohet rreptësisht në rastet kur çifti kishte përfunduar tashmë përgatitjet zyrtare të martesës, si publikimi i shpalljeve apo rezervimi një ambienti, duke provuar që partneri ndjer kishte dhënë qartësisht pëlqimin për një martesë para vdekjes. Ky proces nuk synon gjeste romantike apo bashkime simbolike në kuptim të gjerë, por shërben nevoja specifike ligjore si le të themi legitimiteti i fëmijëve ose sigurimi financiar. Gjithashtu nuk i jep bashkëshortit të mbijetuar të drejta mbi trashëgiminë e të ndjerit. Pra konkretisht nëse kanë fëmijë për shembull, ndarja pasurive apo gjëra të tilla mund të jetë një ndër arsyet, por ideja është që nuk mund të martohesh me çdo lloj personi, se dhe unë në fillim nga titulli duket sikur do zgjeni një person unë tani, e di që ka dashur martohet dhe po martohet. Tash mos është ndonjë rast kështu që ti do t'i marrësh pasurinë edhe se zgjedh unë martohem me një miliarder për shembull. Po. Që kanë ndruar. Logjika e martesës cila është? Bësh bashkë dy individ, dy zemra që duan, dy njerëz. Do si mund, ç'kuptim ka shpallësh martesën? Dgjoj, nuk është specifike për të gjithë tjerë, pra ishte shumë e rrallë si gjë dhe merrte leje nga presidenti i Republikës, nuk Në base ka diçka që nuk dim, okej. Ose nuk e kuptojmë, ka diçka që duhet dim, mund të ketë një klauzolë që në base... Jo, pra, ta shpjegoj, në rastet që çifti ka qenë, ka shpallur datën e martesës. Ka bërë rezervimin, gjë, ka qenë miratimi të dyja palëve që duan të martohen. Ndodh që ndahet nga jeta, kur çdo gjë është programuar, ata e kryejnë si proces. Sepse nënkuptohet që partneri ka pasur shërben si për nevoja specifike ligjore, si legitimiteti i fëmijëve ose sigurimi financiar, pra ka një shkak. Nuk e kuptoj, na falni mbase e zgabimi. Okej. Mirë, kalojmë te një tjetër. Ecim radhës. Tek probabiliteti për të takuar dashurinë e vërtetë të jetës është midis 3 dhe 5%. Marrëdhënie që zgjasin nuk jetojnë vetëm nga shkëndija fillestare, ato jetojnë nga diçka që i mban edhe kur entuziazmi i lë vend realitetit. Vlerësohet se gjatë jetës kemi vetëm 3 deri në 5% probabilitet për të takuar atë që mund të quajmë dashuri e vërtet, ajo që është e destinuar për ty. Nuk është një shifër për të demoralizuar, por për të rishikuar mitin e fatit. Nuk mjafton të takohesh, por duhet dhe të funksiononi bashkë. Kështu që studimet mbi marrëdhëniet janë të qarta. Nuk ekziston një përbërës magjik, stabiliteti lind nga një komunikim ose më saktë një kombinim faktorësh, vlerat e përbashkëta, siguri, lidhje, komunikim efektiv dhe aftësia për të ecur në të njëjtin drejtim. Kështu që kur kjo ndjesi është e lartë, rritet besimi, kënaqësia dhe mirëqenia me kalimin e kohës. Rëndësia dhe mënyra se si lidhemi, pra një marrëdhënie e sigurt shpesh shoqërohet me një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të kënaqshme nga të dyja palët, ndërsa stilet e pasigurta mund të krijojnë distancë, paqëndrueshmëri dhe bështësi. Pra edhe një pikë kyçe, përputhshmëria nuk do të thotë të jesh identik, do të thotë të arrish të harmonizosh pritshmëritë, objektivat dhe mënyrën se si përballoni konfliktet pa dëmtuar lidhjen. Pra, ju më vërtet, dashurinë e jetës mund ta gjeni vetëm pra probabiliteti përqindja duket e ulët 3 deri në 5%, ama është ideja që në këto 3 deri në 5% duhet gjeni një partner i cili ju përshtatet dhe keni një lloj përputhshmërie, komunikimi, jeni të dy të kënaqur nga njëri tjetri. Deri në një farë pikë, edhe në fazat të ndryshme të jetës, se kënaqur 100% nuk je asnjëherë me asnjë. Tani, janë të gjithë më momente, por... Po. Kjo është. Po. Zakonisht tonë të kundërtit të tërhiqen, kështu që... Qa thonë?
Okej, ecim. Disa thonë që nuk ekziston dashuria ideale, disa thonë amana, Amanka, Greqia ofron $572 në muaj vetëm që të jetoni në këtë ishull njerëz. Në Antikithera është një ishull i vogël dhe shumë i izoluar në Greqi, i vendosur midis Kretës dhe Peloponezit. Gati, Së fundmi është bërë objekt i vëmendjes ndërkombëtare për shkak të një programi të veçantë që synon të rrisë popullsinë e këtij vendi, sepse ka një popullsi shumë të ulët, duke ofruar pagesë dhe strehim për familje që vendosin të shpërngulen atje. Ishulli ka pasur rënje të vazhdueshme të popullsisë për dekada dhe aktualisht ka vetëm 10 banorë të përfshirë aty që janë të përhershëm. Kam përshtypjen që vlen për grekët, pra ata që janë Por nuk sepse programi nuk është i hapur për kodo. Ai është i fokusuar kryesisht tek familjet e reja, persona me zanate si peshkimi, bukpjekja ose bujqësia dhe njerëz të gatshëm të jetojnë në një zonë shumë të izoluar me infrastrukturë minimale, sepse është një ishull i vogël. Shumë pak ofroka. Në muaj. Ishte ja 5.000 euro muaj, kësha shku dhe unë. Kisha marrë në shtëci greke. Romina, se 5.000 euro dhe duhet të punojnë, më thënë është dhe puna përveç kësaj pagës që marrin, po duhet mendojmë që është një qytet i vogël dhe kushtet edhe çmimet do të jenë të ulta. Po nga ta diun që do me jetë si puna, duhet ta kem bazën e sigurt pak të bazën e sigurt edhe ai aty ku je mos haj. Ja, jeta për shembull në ishull është shumë e thjeshtë, një dyqan të vogël që shërben si kafene dhe minimarket, një portë të vetëm dhe një qendër kryesore me shërbime bazike dhe pak mundësi punësimi. Lidhja me pjesën tjetër të vendit është e kufizuar sepse udhëtimi me traget funksionon vetëm disa orë në ditë. Megjithatë varkat në ujërat e kristal dhe ndërtesat e vogla të bardha dhe autentike kompensojnë gjithçka që ky ishull mund të ofrojë në një moment tjetër. Shiko, ideja është këtu domethënë që kur e mendon për të shkuar për pushime duket fantastike. Dhe kur e shiko po në këtë prizëm po pa e menduar shumë gjatë që do jetosh me vita atje, prapë të duket interesante. Sa do lek marrësh. Por mos harroj që është një vend super izoluar dhe një vend që nuk domethënë duhet bësh mbasi qindra kilometra që dalësh në një qytet të madh. Është nuk e di, është për njerëz caktuar, për familje të caktuara. Në një fazë të jetës unë do ta zgjidhja apo ja si gjë. Në një fazë të mbas se po. Në rrezik më ishte. Afër pleshnis. Ikim tek e fundit. Po. Tek familja e Bruce Willis, i cili po përgatitet për lamtumirën e aktorit pasi ata kanë vendosur të dhurojnë trurin e tij për shkencën. Familja e Bruce Willis thuhet se po përgatitet për një lamtumir të dhimbshme, ndërsa betejë me shëndetin e tij mendor vazhdon. Ata kanë zgjedhur të dhurojnë trurin e tij për shkencën me shpresën se kjo mund të ndihmojë studiuesit të kuptojnë më mirë sëmundjen si demenca frontotemporale. Është një vendim i vështirë për familjen, kjo zgjedhje mund të ndihmojë në ndryshimin e të ardhmes për të tjerët, të paktën kështu janë shprehur ata. Ishte viti 2022, kur në fakt kur Bruce Willis u diagnostikua me demencë frontotemporale dhe mori vendimin për të tërhequr nga aktrimi për shkak të problemeve shëndetësore. Dhe një vit më vonë, familja konfirmoi se ai vuante nga kjo gjë, e cila është dhe një sëmundje degenerative. Dita ditës, aktori po humbiste aftësitë njohëse, kështu që kjo kërkonte kujdes të veçantë nga çdo kohë. Bashkëshortja e tij ka rrëfyer se shëndeti i aktorit të gjithnjë më delikat, ndërsa ajo, nëse saktë ishte ajo që e konfirmoi se truri i tij do i dhurohet shkencës për të çuar përpara kërkimet mbi këtë sëmundje, le të themi. Është diçka e dhimbshme në fakt sepse duke marrë parasysh karrierën e gjatë të Bruce Willis, një aktor i shkëlqyeshëm, dhe kur e mendon që ikën në këtë lloj forme dhe ai nuk mban mend asgjë nga ato çka ka bërë. Madje familjarët disa kohë më parë treguan që ai kishte filluar dhe të mos i njihte më, kishte arritur në fazën tashmë që e humbte memoria dhe nuk e dinte kush ishin personat që kishte përballë. Derisa tani gruaja e tij meriton një respekt të zakonshëm. Gruaja dhe fëmijët, si kanë qenë patjetër, po fëmijët Okej, po edhe gruaja domethënë mund të kishte zgjedhur për mos ta bërë gjë. Dhe kemi parë jo pak raste që e kanë bërë. Po tani duke marrë parasysh që ai nuk ka më kurim dhe gjendja e tij sa të rëndohet. Jo, më dëgjova një deklaratë një avokati që kishte Emir Visha. Po, që kishte braktis gruaja. Pasi ishte smur. Kështu që gratë të tilla meritojnë respekt, domethënë na vjen shumë keq Bruce Willis, por po. Okej. Kjo është jeta. Kjo është jeta. Okej, mirë. Ishte i fundit, e mbyllim me titujt atëherë dhe shkojmë një herë tek Jay Këngën. Yes. Gati.
Kënga javës muajt kaluar. Kënga e djeshme ishte... Ke muajt kaluar është. Muajt kaluar, po fi. Mire këti... Hajtë. Ishte Smooth Criminal nga Michael Jackson. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay? Annie, are you okay? 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 Kaq mjafton. Po ç'është kjo këngë? Tirja je okay, tirja je okay, Krisa je okay. Po ta bënin këtë këngë në Shqipëri do thoshin teksta. Ndodh. Si ke parasysh kur i ka ratë fikët dikujt në rrugë, që aje okay më. Aje mirë më, aje nuk përmend. Aje mirë më. Aje mirë më fol. Kështu që janë situata reale. Inspirim këngësh. Okej, kënga parë për sot quhet nuk e atem, dhe ta qeni vesh. Gati. Elshoj. Sweet Child of Mine. Na 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 na. Shqip. Na na. Shqip. Na 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 na. Na 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 na. Nuk e di. Jo, asu, nuk më vjen. Kush është po? Turp t'ju vije faqe zeze. Eugen Bushpepa, ëndër reale, bashkë me Glit Mikerezin. Këndoj pak tani të na vi tekst. Lër më të shioj parajsën, s'jam më i vetëm, s'jam më në dhimbjen që duron ka bërë. Duhet t'ja di, brenga kthet në pafund, si do kërkoj të shioj përsëri këtë Nuk e di këtë këngë. Asu nuk e di kam. Nuk e kisha dëgjuar. E kemi dëgju bashkë makinë, kështu që mos tu se kemi Kam dëgjuar. pasur tash me një shoh. herë. Jo jeni brezi, Po, Mirë. ne Genti na adhurojnë, po kjo këngë na ka shpëtuar tani pa, çfarë na se John gjykosh. Genti vetëm duke gjyknu këngën udhëtari, normal. Ecim. Ecim. Kjo është një këngë të para të Gent. Në basë edhe kënga parë, nuk e di. Ta pa 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 Me se Saluma. Jemi dhe si jemi. na 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 na. Jo. 3, 4. Ishe, nuk Do të Isha jesh. doje dhe s'doje. Doja shua shumë. Jemi dhe... Aj, bëm lë. Edhe jashtë. Hëmë. Ishe, nuk ishe, Nuk do të jesh. po. Doje dhe s'doje, Nuk do më kesh. Okej. Jemi dhe s'jemi, asgjë nuk jemi. Jo, jo, jo. A i doje, u thjetë mia, a i doje ti. A i doje, jo se di. Faleminderit. Duet. Triet, si quhet? Trio. Si quhet kur janë tre këngëtar bashkë? Trio. Trio, po. Trio. Duet, triet. Duhet me 3 veta, kuqë. Okej. E fundit me publikun apo jo? Po. Gati? Tarapapapa, parapapa, 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 parapapa,
Unë e di kush është super këngë. Pa. Me këto të na provokosh neve, jo me ato të tjerat. Po e dia e di kush ekspertizën tonë dhe nuk na çon atje. Na 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 na. Ashtu. Që në dy notat e para u kuptua kush ishte. Mirë. Okej. E mbyllim dhe kështu bukur këtë pjesë të parë për të marrë vesh nga Afrodita se ç'o na pres për këtë muaj maj. Pak hapësirë shkurtë publicitare dhe vim pas. Sa emër të bukur ka një Afrodita, Venus, Afrodita, bravo. Sazan Guri, javën e ardhshme.